Unë po I bashkangjitëm falendrimi që e ceki edhe Molla Feridi, ti falendrojmë hatibin e kësaj xhamie, imamin dhe këshillin e xhamisë për këtë ligjërata, për këtë tubim apo tribun që njerëzit të cilët dojnë me shku apo që Allahu xhalleshanu I ka zgjedhë që ata të shkojnë në haç, të mësojnë disa gjëra, disa pika, disa sende të cilët Molla Feridi I ceki para përgatitjet e haxhiut, se çka duhet të bën haxhiu para se mu nis, I ceki edhe disa rregulla kur njeriu të shkon atje në Mekë, se kështu kanë vepruar edhe ulemat dietarët, kur ka ardhur një adhurim, shembull muaji I Ramazanit, I kanë cekë meselat e Ramazanit. Kur ka ardhur haxhi, I kanë cekë meselat e haxhit, që t'jenë më freskëta për njerëzit të cilët dojnë me bo atë adhurim apo atë ibadet. Andaj edhe Molla Metushi I cili e ka bë këtë tubim apo këtë tribun, Allah e shpërbleft për ata të cilët e kanë ndërmend të shkojnë si vjet në haç, e padyshim se njeriu nuk mundet me shku pa e thirr I madhi Allah. Njeriu nuk shkon në ato vende nëse Allahu xhallesha nuk e thirr, sikurse I ceki edhe këto disa rregulla Molla Feridi, se njeriu në ato vende nuk shkon ai cili ka pozit, njeriu nuk shkon në ato vende ai cili ka famë, njeriu nuk shkon në ato vende ai cili ka parë, njeriu shkon në ato vende ai cili ka iman, ka besim, ka I beson Allahut dhe është I mbështet dhe e don atë vend. Allahu xhalleshanu e ka boçi në ato vende të bën këto obligime, se ndonjëherë ndoshta na vjen neve si vezvese, a thu vallë pse Allahu e ka bën haxhin me kon Mekë. Pa Allahu është I cili e ka caktuar. Allahu është I cili I ka dallu disa vende nga vendet e tjera. Mekën dhe Medinën e ka dallu prej vendeve të tjera. Allahu e ka dallu haxhin që të bëhet në muajt e haxhit në ato vende, nuk e ka bo në Ramazan apo jashtë Ramazanit, nuk e ka bo me u bo haxhin në vende tjera, po qatë vend që është 50 stepen, 60 stepen, qatë vend Allahu xhalleshanu e ka bo haxhi. E tash kur bëhet me një vend që Allah e ka dallu Mekën për vendeve tjera, edhe atë adhurim që Allah e ka dallu në muajt e shenjtë, që është Dhul Qa'da, Dhul Hijja, që bëhet në haxhin në ato muajt e shenjtë, andaj kjo tregon se ky adhurim, ky haxh është një vepër madhështore të Allahu xhalleshanu, nuk është e thjeshtë. Hajt se pse me shku në ato vende mu zhagit, mu nxet, apo mu lodh, si e ceki edhe Molla Feridi, se ndoshta dush me shku 20 kilometra, dush me I bo 30 kilometra, djerë s'kan me dalë, në më thëmë pal nga trupi jot, ama kretë kjo është adhurim, është ibadet e Allahu xhalleshanu ka me ta pagu. Allahu subhanahu wa taala kur e urdhënoi Ibrahimin a.s. bashkë me te Ismailin ta rindërtojnë Qabën, se Qabën e ka ndërtuar me laçet, ta rindërtojnë Qabën, I thanë ndërtoje Qabën, edhe thirrin njerëzit u edhin fi nnasi bil haxhi atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Thirrin njerëzit dhe kemi pasë që kanë marrë njerëzit në kam duke hec, dikush ka marrë me deve, dikush ka marrë për para të ne kanë shku me autobus e kështu me radhë. Nga vendet e larta, do thonë, nga vendet, nga lloj vende kanë marrë dhe kanë më përgjigj thirrjes tonde. Por e pastaj Ibrahimi a.s. thot, pastaj e çka Allahu xhalleshanu thot li yashhadu manafi'a lahum. Njerëzit të cilët shkojnë ato vende, çka duhet të bën? Allah e ka thirr, ka ardhur deri në Qabe, edhe është e bo haxhin, e shef Qabën, e shef Safan, Merva, andaj çka duhet me bën njeriu në këto vende? Li yashhadu manafi'a lahum. Allahu xhalleshanu me këto adhurime don që njeriu që të dëshmon dhe të përfiton prej të mirave të haxhit. Haxhi ka shumë të mira. Nuk është se menafja në gjuhën arabe është
përfitime të shumta, përfiton shumë. Nuk është menfa është një dobi e kije pi haqë, ama Allahu xhaleshan thot, shkojni në haqë, bëjeni haqin sepse do të përfitojni shumë, do të përfitojni edhe në dunjo, po do të përfitojni edhe ditën e kiametit. Sepse udhimi në haqë nuk është një udhim sikurse udhimet e tjerë, po kjo udhim është udhim shpirtëror. Njeriu me shpirt e ndjen udhimin e haxhit. Me thon haxhiut kur vjen në haxhit, haba haxhi na kallzo se si kalove. Vallahi be, jam kënaq, ama s'di me kallzu, ama jam kënaq. Pse se e përjeton. Ndoshta nuk din me kallzu, ama e ka përjetu me shpirt. E kështu Allahu xhaleshanu e ka bën që haxhi njeriu ta përjeton të jetë një udhim shpirtëror, e jo vetëm të jetë një udhim fizik, vetëm se edhe autobusi shkon, edhe kerri shkon, po edhe ai ka dikush që shkojnë, ama Omer radiallahu anhu thotë shumë pak kthehen nga haxhi, shumë pak janë haxhiler, ka shumë udhëtar, ama pak haxhiler kthehen, kështu që ata që janë kthi si haxhi, ata kanë përfituar nga haxhi. E ne sot do të ndalemi, do të thonë disa përfitime se çka përfiton njeriu kur shkon atje. Se para përgatitet mollaferidi i ceki, se duhet niyeti, duhet ihrami, duhet me shkuë tash rregullat e haxhit, njeriu para se me shkon duhet me ditë se çka duhet të bën, ku duhet me shku. Se e ceki, domethënë tash edhe, domethënë prej pikave, mollaferidi se nuk bën tash me shku atë, hajde tash unë çka duhet me bë. Po dush me marr libër, dush me lexu, dush me ngu pak derse, në rregullat e haxhit janë disa pika, por njeriu pasi ta sos se haxhin çka fiton, se çka merr mësime prej haxhit. Këtu ne do të ndalemi me lejen e Allahut, di 3 pika do t'i cekim se çka fiton haxhiu i cili shkon haxh. A thu vallë vetëm u shlodh, a thu vallë ka hub kohë 25 ditë apo 30 ditë, a thu vallë vetëm i ka hub 7.000 euro, edhe kanë ratje zaif, se kur ka ardhur domethënë, ndoshta ushqimi si ka pëlqy, ka hec, është mundu, apo çka ka fitu nga udhimi i tij. Padyshim se haxhi është një nga shtyllat e Islamit, edhe është bë obligim vitin e 9 të Hijretit. Vitin e 9 të Hijretit, vitin e delegacioneve, ku pejgamberi alayhi salatu selam i ka prit njerëzit vitin e 9 që të vinë ta pranojnë Islamin, e çat vit pejgamberi alayhi salam shkon haxh, është bë obligim, e vitin e 10 shkon haxh, edhe pastaj mas haxhit disa muaj dhe vdes. Njeriu i cili shkon dhe i kryen këtë obligimin, këtë shtyllën e 5 të Islamit, ka shumë dobi. Një nga dobit është se haxhiu i cili shkon në ato vende, e bën haxhin, përgatitet për me shku te Allahu xhaleshanu. Pse? Se momentin që njeriu e bën niyetin, çka do të thotë? Lebejk Allahumma lebejk. Para se me thonë lebejk Allahumma lebejk, ai duhet me vesh çefinin. 2 tesha, 2 ihrama, 2 peshkira të bardha, duhet me vesh edhe me i thonë Allahut lebejk Allahumma lebejk. Tu përgjigja o Allah, tu përgjigja. Po të nënshtrohem ti, po vite ti o Allah, tim ke thirr, edhe une tash jam të ardh, duke tu përgjigj thirrjes tënde, atë thirrje që Ibrahimi a.s. para sa viteve na ka thirr, e tash une po të përgjigjem. Po i përgjigjem çasë thirrje, edhe duke thonë lebejk Allahumma, tu përgjigja, po të nënshtrohem ty o Allah. Ti neve na ke thirr, edhe une që kam ardhi para tyje, edhe tash ti që ato ditë që ka do të kalojsh, krejt jeta jote shkruhet sevap, edhe gjumin që ka e ban, edhe hajën pijen që ka e ban. Andaj për atë, haxhiu duhet të përgatitet apo të shfrytëzon ato ditë që ka është maksimalisht, e jo me i këshirat sahatin, se sahati ka me mbet, edhe ku të kthejesh, ama ditën që ka ti je në haxh, nuk kthejet ma jo ditë. Qatë sevapin që ka mund është me e bo që ato ditë, kur je në haxh, apo numre ti nuk kthehet ma jo ditë. E ti dush me shfrytëzue ditët, e jo me ndet në hotel, e jo vetëm me hangër dhe me pi, e jo me i këshirë lusterat, e jo me i njef stubat, por ti dush mu përgatit se ti i ke vesh 2 ihrama, e ke vesh çefinin, edhe i thua Allahut lebejk Allahumma lebejk. O Allah, të përgjigjem, se njeriu shikoni në dunjë kur
udhton me një udhtim shembull, shkon udhtim biznesi, udhtim dunjaje, pushimi, çka bën? E le ndoshta familjen, e le shtratin e vet, e le shtëpinë e vet, edhe shkon pushim. Por njeriu kur shkon numër ose në haxh, në këtë rast, kur shkon me bu haxhin, çka bën? E le dunjon komplet, e kalon familjen, e kalon shtëpinë, e kalon villën, i kalon fëmijët, i kalon krejt, edhe është dapi dunjos, edhe është shku te Allahu xhelleshanu. Është përgatitet që ai të shkojë te Zoti. E kjo është dobia e parë e njeriu, që ai duhet me ditë se momentin që i ka vesh ihramat, është përgatit për me shku te Allahu subhanahu wa taala. Se motoja e haxhiut, cellë haxhin është lebejk Allahume lebejk. Tu përgjigje o Allah, tu përgjigje. Shkon në Tavaf, shkon në Arafat, shkon Muzdelife, shkon Minë, i thua Allah lebejk Allahume lebejk, lebejk Allahume. E tash kjo njeriu kur shkon dhe i thua Allah tu përgjigje, po të nështrohëm Allah, a thu val, duhet haxhiu mi u nështru Allahut vetëm për haxh, apo duhet mi u nështru Allahut edhe për adhurimet e tjera? A duhet ai vetëm i thonë Allahut lebejk Allahume lebejk, tu përgjigje o Allah për haxh, ama lebejk Allahume o Allah tu përgjigje me namaz, tu përgjigje me agjërim, a duhet edhe këto mi pas parasysh haxhiut? Duhet mi pas parasysh. Se nuk ka mundësi haxhiu me shku në haxh edhe me nejt vetëm i bu ato tavafët, me shku në Arafat edhe me s'me fal namaz. Njeriu nga udhimi i tij në haxh duhet mi u nënshtru Allahu xhelleshanu në çdo aspekt, çdo adhurim. Edhe në halal, edhe mi u largu haramit. Allah të ka urdhnu namaz, të ka urdhnu zeqat, të ka urdhnu Ramazan, të ka urdhnu me bo punë të mira, do të thonë duhet mi u nënshtru Allahu xhelleshanu. Se i thua Allah lebejk Allahume lebejk. Edhe duhet më ndalu nga punë të këqija. E jo ti me shku atje edhe valla be unë kesh në Arafat, ama në Arafat asë një dua s'ke bo. Edhe ndoshta ke hinë ndoshta edhe në haram, duke bo gjona ndalume. Andaj edhe ndalesave duhesh mi u thonë stop. E kështu ti përfiton nga haxhi, nga udhëtimi jot, se njeriu kur shkon duhet mi u nështru Allahu xhelleshanu në çdo aspekt. E dyta, prej përfitimeve të haxhit, haxhiu përfiton duke përmend Allahun xhelleshanu në ato vende, duke përmend Allahun shpesh. Sa Allahu xhelleshanu në këtë ajetin kur i thot Ibrahimit a.s. thirrni njerëzit me ardhmë në haxh, që njerëzit të marrin mësim me porësi, edhe pastaj vazhdon ajeti duke thonë وَيَذْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, për ta përmend Allahun xhelleshanu, për t'ja përmend emrin e Allahut. Se njeriu nga përfitimet e haxhit është edhe me përmend Allahun xhelleshanu vazhdimisht. E jo vetëm me shku atje dhe me net si stub, se edhe autobusi shkon, edhe kere shkon, ama kur shkon njeriu në ato vende duhet me përmendë Allahun vazhdimisht. Thelbi i adhurimit është përmendja Allahut xhelleshanu. Thelbi i çdo adhurimit është me përmendë Allahun xhelleshanu. Për atë Allahu xhelleshanu neve na thot në Kur'an duke thonë fa idha afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Ku ta sosni Arafatin, e keni sos Arafatin, e keni lënë mas veti, keni ardhur tash Muzdelife, andaj përmendë Allahun xhelleshanu ku në Muzdelife. Me përmendë Allahun xhelleshanu. Pastaj Allahu xhelleshanu thot fa idha qadaytum manasikakum, ku ta sosni haxhin komplet, fadhkurullaha, përmendni Allahun xhelleshanu. Sa duhet me përmend? Sikur se që i përmendni baballarët e juve, gjyshat e juve, sepse mushrikët apo para se të vjen Islami, arabët që kanë shku kanë bo haxh, se edhe para xhahiletit kanë bo haxh. Para se të vjen Islami, ka pas haxh. E ata kur e kanë sos haxhin, e kanë përmend baballarët e vet, e keni pa ki fisi jon, këshirebe ki fis sa gjymert ka qenë, këshirebe ki baba ime dhe më thonë se çka ka vepru, e çka ka bo.
andaj Allahu xhaleshan neve na mëson tash, thot kur ta sosni Arafatin, kur ta sosni haxhin, përmendni Allahun, sikurse që i përmendni baballar të juve, bile edhe më shumë. Bile edhe më shumë. Se njeriu kur del në Arafat, Allahu xhaleshanuhu ju thot me laçeve, shikoni robët e mi, kanë ardhur nga çoshi i dunjos, edhe kërkojnë nga ona istighfar, kërkojnë nga ona xhennet, e kanë pa xhennetin, se kanë pa xhennetin. Po ta kishin pa, do të kishin kërkuar alo më shumë. Atëherë Allahu xhaleshanu thot, ju jeni dëshmitar se unë atyre vakum bo nasib xhennetin. Edhe ju jeni dëshmitar se unë ata do t'i largoj nga xhehenemi. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më shumë ti çka Allahu xhaleshanu largon nga zjarri i xhenemit është ditën e Arafatit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e pyesin disa sahabe dhe i thonë, cili do të shpërblehet më shumë prej haxhilerëve? Cili ka sevap më shumë? Cili do të fiton më shumë nga haxhi? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai që e përmend Allahun shumë, ai që e përmend Allahun shumë, ai do të fiton. Andaj çdo ibadet, mbajini mend, çdo ibadet që i bashkangjitet përmendja Allahun, duke përmend Allahun, ta din se çaj ibadet është më sevap, më i mirë të Allahu xhaleshanu. Edhe njeriu kur e bën haxhin, duhet vazhdimisht ta përmend Allahun subhanahu wa taala, sepse duke përmend Allahun, kështu shpërblehet Allahu kështu shpërblehet haxhiu te Allahu subhanahu wa taala. Edhe e treta, haxhiu i cili shkon në haxh, çka fiton? Fiton falje, fiton xhennet. Çdo adhurim njeriu çka e bën në dunjë, për çka e bën? Për xhennet. Pse falmi ne? Për xhennet. Pse kemi ardhur ne? Që Allah më na shkruaj sevap, se e cekë dhe mollaferidin sikur është në xhihat në rrugën e Allahut. Pse ne japim zeqat? Pse ne agjërojmë? Ke qëllimi i adhurimit është xhenneti. Edhe ne e bëjmë haxhin për të fituar falje te Allahu xhallahu, që Allah më na fal gjunatet tona. Se njeriu në xhennet hihet pa gjunahe. Se Allahu xhallahu ditën e Kiametit, ku do të vinë njerëzit, edhe nuk ka mundësi me hije në xhennet nëse Allahu xhallahu nuk t'i ka fal gjunahet tuaja. Se në dunjë njeriu sa gjunahe bën, aq pika zeza i vulosën zemrën e tij. E kur të mbulohet zemra jote me mëkate, atëherë nuk nin lezetin e adhurimit. Ama kur shkon njeriu e fal namaz, agjiron, jep zeqat, bën punë të mira ja fshin gjunat. Edhe haxhi, një nga dobit është edhe t'i fshin mëkatet e tuaja. Për ato pejgamberi alayhi salatu wasalam, men hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu. Kush e bën haxhin, duke mos fol fjalë të këqija, fjalë të ndyta, dhe duke mos punu punë të ndyta, punë të këqija, kthehet në vendlindje ashtu sikurse e ka lind nana e tij, nana e vet. E njeriu kur del në dunjë ka gjuna, s'ka gjuna. E kështu haxhiu i cili kthehet vendlindje, ai i cili nuk bën ato rregullat të cilën i cekë mollaferidi, që duhet me konë vetëm për Allah në jeti, mos me konë për sy e faqe, edhe duhet me konë ashtu, duhet me bo haxhin ashtu se e ka bu pejgamberi alayhi salatu wassalam. E nëse që këto dikushte i ke në haxh, atëherë po Allahu xhaleshanu ta ban kabul, edhe kthehesh në vendlindje ashtu sikurse ke dalë në dunjë, do të thonë pa gjunahe. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Amr ibn Asit, kur vjen ky sahabi me pranu islamin, ja zgat dorën pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi ja zgat dorën për ta pranuar islamin. Edhe ai në moment e tërheq dorën e tij. Pejgamberi asem dyqysh po habitet tash në këtë rast. Pse? Tash tha që ka me pranuar islamin, tash po e tërheq dorën. Thot ja Resulullah, po du me pranuar islamin me një kusht. Po çfarë kushti? Thot, nëse Allahu xhaleshan mi fal gjunat e mia. Shiko, nëse Allahu mi fal mëkatet e mia, më fal. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, a nuk e din se Islami t'i fshin gjunahet e tuaja?
Njeriu kur e pranon Islamin, çka i ke bën në xahilet, para Islamit Allahu xhalleshan t'i ban zero. Pastaj thot hijreti çka ti ke bën nga Mekka në Medinë, Allahu xhalleshanu edhe atyre, va fal gjunat. Po edhe haxhi t'i fshin gjunat e tuja. Edhe haxhi t'i fshin gjunat e tuja. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, tabi'u bayna al-hajj wal-umrati fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub. Pasojeni apo bëni haxhin dhe umrën, sepse haxhi dhe umreja t'i fshin gjunahat e tuja dhe ta largon fukarallëkun tan, t'i fshin gjunahat dhe ta largon fukarallëkun tan, sikurse zjarri i cili e largon drishkun nga hekuri. Shikon, zjarri apo e kiselina që e largon drishkun nga hekuri, që ashtu haxhi dhe umreja t'i fshin gjunahat edhe ta largon fukarallëkun nga familja jote. Këto hadithe neve na japin me dije se haxhi është një adhurim madhështor. Haxhi t'i fshin gjunahet e tuja. E njeriu i cili shkon haxh, kthehet pa gjunahe. E njeriu kur është pa gjunahe, atëherë shumë lehtë ka me fitue razina Allahu xhalleshan, kënaqësinë Allahu xhalleshan. Shumë lehtë ka me fitue, me hi edhe në xhenetin e Allahut nëse ai vdes. Shembull njeriu, e keni pa njeriu kur e ban haxhin, andaj duhet në këtë rast duhet me pas kujdes, se momentin që njeriu kthehet nga haxhi, duhet të ketë kujdes sepse e ka bën restart jetën e tij. E ka bën një refresh jetën e tij. Andaj është tash një jetë e re. Deri para haxhit ndoshta e ka një njeri tjetër. E mas haxhit, tash ti pa gjunoa, ti duhesh me pas kujdes se çka vepron. Nëse Allahu xhalleshanu haxhiut mas haxhit ja mundson të bën punë vepra, punë të mira, atëherë është një shenjë, kanë thonë ulemat, që Allah ja ka pranuar haxhin. Ama nëse haxhiu vjen edhe kthehet edhe prap gjunat stan rodello, prap ato kongën e vjetër e vazhdon, atëherë vallahi haxhi i tij është një pikë pyetje. Por haxhiu i cili shkon haxh, edhe nëse kthehet pa gjunahe, atëherë ki duhet me ndryshu jetën e vet. Duhet me vazhdu me punë të mira. Duhet me i gra namazit, mos me lën namaz, duhet me u largu gjunave, mëkateve, sepse këto janë sinjale apo këto janë sebepe që ti Allahu xhaleshan ta ka bu. Sikur se njeriu, e keni pa njeriu kur hin në banjo edhe lahat. Kur del nga banjoja, se e ka hekat llomin atë plunin që e ka pas. E kur del nga banjoja çka bën? Mundohet mos me prek ujë, se u ka fshin, u ka terr me peshkir. Edhe mundohet që me i hik mos me rol në xham, te ploçkët, se atë këtë më mbështet, sepse e ka fshit trupin nga papastërtia. Edhe kështu njeriu kur e bën haxhin, duhet të mundohet mos me bë punë të këqija. E nëse ai vazhdon, duke i shtu të mirat, që është një sinjal apo një sebeb që Allahu xhaleshan t'i ka pranuar, atëherë ti nëse e ki këtë punë që ka mundsuar Allahu të punosh punë të mira, falendroj Allahun vazhdo. Ama nëse je diçka tjetër apo vazhdon me gjuna, atëherë duhet mu pendu, sepse njeriu punon për nuk ka llogari, kurse ditën e Kiametit njeriu llogaritet edhe nuk ka punë. E Allahu xhaleshan në hadithin kutsi neve na thot: ja ibadi, o ju robët e mi, këto janë veprat e tuja. Ke punu punë të mira, falendroj Allahun. Ke punu punë të këqija, andaj mos e akuzo askan tjetër përpos vetës së vet. Andaj ne lutim Allahun xhaleshanuhu që ata të cilët shkojnë haxh, Allahu xhaleshanuhu t'u afshin gjunat e tyre. Lutim Allahun xhaleshanuhu, Allahu t'u aleton haxhilërve në rrugën e tyre, t'u jep shëndet fillimisht, e inshallah i kryjnë obligimet ashtu sikur se na ka kallëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam,
sepse momentin që ti e pastrove niyetin, momentin që ti i ban haxhiu obligimet e haxhit, ashtu sikur se na ka kallëzu apo na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wasalam, pa dyshim se nuk ka sevap tjetër përpas xhennetit, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalët e mia të fundit janë wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin.